Aty ke dera apert, pas atë dy luen, që se ke mundësi të spriterosh, sepse kjo është dhe kuptimi i Rising Leon, që është ky sulmi, emri i sulmit të Izraelit. Sepse ky është simboli, po, këtë pjesën ato e luana, ky është simboli i monarkisë iraniane, i shaut. Pandaj dhe qëtë Rising Lion. Kjo është simbolika e Rising Lion, do të thënë, simbolika e pretendimit që ka Netanyahu, për thënë që të zgjohen po dhe atë e kanë ngritur vetë ata, një pjesë e mirë dhe kanë vënë aty ke dera e kampit asha. Pa që janë të mbretit ta? Jo. Janë kundër mbretit. Këta e urejnë mbretit më shumë se sa Khamenei. Apo është simboli... është simbol tjetër. Është simboli... Jo, po simboli monarkisë ai? Jo, është simboli monarkisë. Jo? Jo, nuk është. O, një luan tjetër. Sa luan ka Irani të nësë? Po tash i bota kishte 2 dikur. Edhe tash i vazhdo të ketë. Të tërë kanë një se dhe Izraeli. Do se ishin, dakor, kanë shumë nësit do të caktojmë qarë do të thotë kjo mesazh. Më fali zotëri Kjosavi dhe Gozhej, ato ai luanin që pat aty, ishte dhe që është luanin të Ashafi. Flamuri i Iranit. është simboli i Iranit. Flamuri i Iranit në kohën e Pakistan. Do të thënë, dhe këtë ka simbol, Rising Lion. Pa dhe se më bët mua... Po ata kanë luftuar kundër, ata kanë marrë pjesë kundër shaut. Organizata ka qenë kundër shaut. Organizata ka qenë kundër shaut. Të vërtet, po nuk ka rëndësi më, sepse Irani kishte simbolin, edhe po të bëjnë e monarkin X i parë, do vëmë shqiponjën tonë duke nërë dhe një kapelje mbretit sipër. Një fjali dhe fundi, një fjali dhe fundi. Me gjithë Luani, simboli Iranit, leka i madhë, me shqiponjën e Zeusit që shoqëronte, ndaj kujt luftoj? Ndaj persve. Kënështroj, persët. Kush është Irani sotën? Persët. Pra kesërish, jo, me që the nuk jetojmë në antikitet, jo, historia përsëritet derisa ti të vësh mend dhe të mos e ripërsërisësh. Është shqiponja ndaj Luanit. Kjo është lufta. Duhet të luftojmë kundër tyre. Kush luftoi Leka? Kush Leka ishte kushtues? Lufta bëhet mediatikisht dhe lufta me penë shumë e fuqishme. Ne shqiptarët kemi treguar oti lajër që edhe por kushtim në luftën e pasaj kemi një minutash. Jo. Lartë shumë faleminderit që na vitalizove debatin, po dhe Gozhej si tha ta mban Ison. Kjosavi ti emër nacional do jap ty fjalën tani. Jam i qetë. Nuk duhet të jes ku është. Kjosavit mund të thuash dhe Flori. Kjosavi është sniper, jo. Duhet të tani po mëson edhe aviacionin. Jo, është dhe pilot. Mirë në rregull, dakor. Nëse mund të jetë dhe pilot gjuhëti si nuk e dim. A gjaktësia i duhet në ajër ati.